Një nga perlat e Belit ishte pikërisht pagojini atë plerën që po lap. Sikur të dalin për të gjitha këto plerat që filluan të financohen me lekët e kanabisit, me Ilir Metaj, kryetar kuvendit, se integrimi të haj, kështu me incenatorët, edhe me fondet publike, me fondet sekret, me tendrat sekret. Kështu, sikur spaku t'i hyj brinj më brinj, pikërisht, botuesve tanë anti-shqiptar, që për të pasuruar shtëpinë e tyre e thavën shtetin. Jo, një shtet i fortë, edhe shtëpia jote është më e fortë. Një shtet i dobët, sado e fortë dhe i pasur ti është ti je i pasigurt, ti je i varfër se një ditë do të hynë mijë në sy, sepse ti je një qelbësirë që duhesh i zhdukur. Dhe pikërisht, pushteti i katërt ka marrë notën 4 në Shqipëri, sepse vetëm për Shqipëri nuk punon. Dhe kjo është një e vërtetë e hidhur që të gjithë e pranojmë.